Kreu i SPAK Altin Dumani ka bërë publike shifrat për hetimet mbi krimet zgjedhore të 11 majit, duke deklaruar se janë evidentuar 192 raste të dyshuara, ndërsa bëri të ditur se janë ushtuar kontrolle në banesa, zyra personale dhe janë ekzekutuar 20 vendime gjykate për lejimin e kontrollit të dokumenteve dhe materialeve me interes hetimor. 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rrethave gjyqësore apo drejtorive vendore të policisë. 22 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë për informacion shtesë dhe 17 materiale janë bashkuar me materiale të tjera ekzistuese, si dhe një pjesë është në proces verifikim. Nga 43 procedime penale të regjistruara për krime zgjedhore, 22 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit. Një procedim është referuar nga Shkërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. 9 procedime, siç e thash pak më parë, janë regjistruar kryesisht me iniciativë të prokurorisë së posaçme. 3 procedime kanë ardhur si rezultati i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm. 3 janë referuar nga prokuroritë e rrethave gjyqësore. 4 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike dhe 1 është ndarë nga një procedim tjetër penal i regjistruar më parë. Gjatë diskutimit për situatën zgjedhore, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri thirrje të drejtë për drejtë kuvendit për reformë të re. Gjetjet sa më sipër nxisin natyrshëm nevojën për një reformë të thellë ligjore dhe institucionale me qëllim sigurimin e integritetit të plotë të zgjedhjeve. Duhet që me konstituimin e kuvendit të ri në shtator të këtij viti të nisë menjëherë puna për të adresuar në mënyrë decente të gjitha problematikat që lidhen me procesin zgjedhor në Shqipëri. Do duhet të vlerësojmë se çfarë secili prej aktorëve politik dhe institucional do duhet të bëjë ndryshe apo dhe më mirë në kuadër të përgjegjësive që ata kanë. Ndërsa avokatja e popullit tha se gjatë kësaj fushate elektorale, gjua e përdorur nga politika ka qenë më e përmbajtur. Klima elektorale dhe zgjedhjet e 11 majit bën bashkë në një tryezë analitike paszgjedhore kreun e KQZ-s Ilirian Celibashi, kreu i SPAK Altin Dumani, drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda dhe ambasadori britanik në Shqipëri Abbott. Zgjedhjeve, po kryesisht krimi zgjedhor dhe përdorimi